Sot, pra mbi supet e mia, si thash, vendoset një përgjithësire, ajo e shetes së shtabit. Ndoshta, emri im do të përmendet I pari, por pas këtij emri qëndroni ju, të gjitha ju, që ndër vite keni qëndruar stoike, të palëkundura dhe besnike ndaj vlerave të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe kryetarit tonë. Nuk është rastësi që pikërisht, pra, Bosivar u zgjosi si vendi ku për herë të parë në historinë e partisë sonë, një grua merr drejtimin e një shtabi zgjedhor. Ky është një vlerësim për punën tonë të përbashkët, pra për zërin tuaj që nuk është lodhur kurrë së kërkuarit të drejtën, për fuqinë tuaj që nuk është dorëzuar asnjëherë. Sepse ne nuk jemi thjesht një strukturë. Ne jemi pra një fuqi e gjallë, një bashkësi zemrash që dallon në çdo hap. Kjo rastësisht dallohemi, sepse këtu jeni të gjithë ju. Mikesha që I qëndroni njëra tjetrës pranë në çdo kohë, në çdo betejë, pa u lodhur dhe pa u zvrapsur. Ndoshta ndonjëherë edhe burrat na I kanë zili, apo jo? Po let na I kanë, s'kan çfarë na bëjnë, sepse ajo çfarë kemi ndërtuar ne është më shumë se organizim. Është dashuri, është përkushtim, është motërzim I vërtetë. Pra, ju zonja të nderuara, jeni aseti ynë I çmuar, forca që lëviz këtë makineri, zemra që mban këtë rrugëtim të gjallë, pra fryma që nuk shterohet asnjëherë.